Fermat e Bagtiti lanë për pake nga 4 anët e vendit me sy në Prishtinën. Me traktore maune, fermerët kosovarë erdhen të hënën në mesditë tek objekti i Ministrisë së Bujqësisë për të shprehur pakënaqësinë e tyre. Si shenjë revolte derdhën një sasi qumshti para derës së këtij dikasteri. Edhe me pankarta kanë të shprehur mesazhet e protestës teksa sigurojnë që produkti i qumshtorës Vita, e cila u mbyll ditë më parë, është 100% i sigurt. Kërkojmë urgjentisht, për shkak se prodhuesi vendor është në një situatë të palakmueshme. Sot e 4 ditë bëhen që ne nuk kemi ku ta dorëzojmë qumshtin tonë. Shumica këtyre prodhuesve kanë qenë fermerë të Vitës që kanë dorëzuar qumshtin te qumshtoria Vita. Është e vërtetë, po një gjatë duhet ta dinë populli. Qumshti Vita është i Kosovës, nuk është i Serbisë. Nguleni mirë për të kohë. Vita, 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 Vita. Këta ankohen se po dëmtohen nga produktet e rajonit dhe dolën në rrugë pasi nuk patën çare tjetër, sepse siç thonë, shteti po favorizon importuesit e jo prodhuesit. Të filloj grumbullimi i qumshtit qysh nga ky moment. Kërkojmë kjo sasi e qumshtit e cila derdhet. Ta kuptoni që çdo fermer me djersën e ballit e prodhon atë qumsht. Me gjithë angazhimet familjare prodhon atë qumsht. Mos mendoni që e derdhim duke u qiku në për Facebook e në për rrjetet sociale se ne se qenë kemi helmus të këtij populli. Për stabilizim situate, këta thonë se edhe çmimi i grumbullimit të qumshtit duhet të kthehet si ishte para një majet dhe se mustrat e marra të njëjtën tek Vita të mos mbahen të fshehura. Duhet me dalë me tregu çka kanë gjetë në qumshtin Vita. Ne ju bëjmë thirrje, çka keni gjetë? Qumshti i Vita është 100%, edhe këta e dinë që është 100% qumshti i këtyre fermerëve. Vitës i duhet mi rikonfirmu, ndërsa Maqedonisë dhe Veriut duhet me ardhë qumshti ose Serbisë edhe i kanë konfirmuar rregull. Për ta është rregull me çel kamionin dhe me mbyll kamionin është rregull. Në fund protestuesit u shpërndan të qetë, teksa përfaqësuesit e tyre u ftuan në takim. 3 përfaqësues të fermerëve, të cilët keni ardhur i keni prezantuar kërkesat e juve. Ministri është i gatshëm mirë prit. Në fund është paralajmëruar edhe një konferencë nga ky dikaster.